Kryeministri i Kosovës dhe kryetari vetëvendosës Albin Kurti është takuar këtë anë me liderin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjikun. Takimi u zhvillua për të arritur një marrëveshje lidhur me çështjen e presidentit dhe i njëjti zhati për rreth një orë. Pas përfundimit të dy liderët u deklaruan para mediave. Kryeministri Kurti u shpreh optimist se do të arrihet një zgjidhje politike mes tyre, ndërsa Abdigjiku pohoi se deri më tani nuk ka asgjë të re dhe që do të vazhdojnë takimet. Diskutuam për afatin kohor, kemi më pak se 3 javë ditë kohë për të gjetur një konsenzus dhe për të arritur një marrëveshje eventuale, në të kundërtën vendi shkon në zgjedhje. Zgjedhjet nuk i don askush, as Lidhja Demokratike e Kosovës, po provojmë që nëpërmjet takimeve të zgjejmë një zgjidhje të përbashkët. Nuk kemi ndonjë lëvizje të re, ndonjë rrethon të re politike nga ky takim i sotëm. Jemi transparent me ju dhe me njëri tjetrin, takimet do të vazhdojnë edhe në ditët vijim. Unë do të takoj natyrisht edhe liderët tjerë politik të Partisë Demokratike të Kosovës dhe të Aleancës për Autonominë e Kosovës për të kuptuar dhe pozicionet e tyre mbi këtë rrethon. E më pas në këtë drejtim do të provojmë që nëpërmjet takimeve të reja transparente, po besoj edhe konfidenciale, për shkak të natyrës së tyre, të gjejmë një zgjidhje. Takimi shkoi në një atmosferë konstruktive dhe dashamirëse. Jemi të përcaktuar që t'i shmangim zgjedhjet e reja, sepse zgjedhjet e reja nuk do të ishin zgjidhje për numrin prej 80 deputetësh. Me fjalë të tjera, është vështirë që ta paramendojmë një fushatë zgjedhore ku ne i risjellim platformat dhe programet tona me po të njëjtat zotime, kërkojmë sërish votin e të njëjtëve qytetarë për një rezultat që e dim që nuk mund të jetë shumë ndryshe, ndërkohë që ne nuk e kemi më sfidë natyrisht numrin prej 61 deputetëve për formimin e qeverisë, por definitivisht është sfidë tejet gjigante, ajo që një parti të ketë 80 deputet dhe të mund ta zgjedhë vetë edhe presidentin. Kryetari i PDK-s Bedri Hamza i ka kthyer përgjigje kryeministrit Albin Kurti lidhur me ftesën për takim. Atij është kërkuar që ta konkretizojë iniciativën e tij të re përmes një letre zyrtare, në mënyrë që të rritet seriozitetin e trajtimit në kësaj çështjeje. Pas këtij konkretizimi nga ana e tij, çështja do të shqyrtohet në organet e partisë dhe më pas do të paraqitet qëndrimi përfundimtar i PDK-s, thuhet në përgjigjen e zyrës së informimit të kësaj partie. Kryetari i shoqatës së naftëtarëve, Fadil Berjani, ka paralajmëruar se disa prej bizneseve të derivateve mund të bankrotojnë për shkak të vendimit të Ministrisë së Industrisë për çmimin maksimal të lejuar për shitjen e derivateve. Sipas Berjanit, nafta po importohet me 1.86 euro për litër dhe po shitet po kaq, gjë që ai është të dëmshme për bizneset. Shoqata ka kërkuar që vendimi i qeverisë të ndryshohet, duke paralajmëruar se në një rast tjetër do të protestohet për këto çmime. Një i mitur ka pësuar lëndime pasi 2 bombola gazi kanë shpërthyer në Skënderaj. Sipas policisë, një i dyshuar ka ndezur një zjarr dhe nga zjarri kanë eksploduar të 2 bombolat. I mituri është dërguar në QKUK për trajtim dhe më pas është liruar. Me vendim të prokurorit pas intervistimit, i dyshuari u lirua dhe rasti vazhdon në procedurë të rregullt, është thënë në raportin e policisë së Kosovës. Inspektorati Balicor i Kosovës ka arrestuar një zyrtar policor me dyshimin se ka kryer veprën penale dhunë në familje. IPK ka pranuar të dielën informacione lidhur me dyshimin se një zyrtar policor jashtë detyrës zyrtare në Pej ka kryer këtë vepër. Menjëherë pas pranimit të informacionit, hetuesit e IPK-s janë përgjigjur thirrjes duke intervistuar viktimen e këtij rasti, bashkëshorten e tij. Pas veprimeve fillestare hetimore, është konsultuar edhe prokurori kompetent dhe zyrtarit policor, me vendim të tij i është saktuar masa e ndalimit për 48 orë. Lidhur me rastin e njëjtë si pjesë e procedurave administrative dhe hetimore, zyrtari policor është suspenduar. Hetuesit e IPK-s po vazhdojnë hetimet për zbardhjen në total të rastit.